Në farë, harxha, edhe bëm edhe një pazar, u kënaqem, ishte shumë bukur. Bëm edhe një pazar të shëndetshëm, sepse unë kam nisur ushqyerin shëndetshëm, po bën një dietë, nuk po ha fare bukë, makarona, asnjë gjë nga këto. Që nuk duhet jam, as pijet me gaz, nuk po i konsumoj, po konsumoj vetëm protein, fruta, perime, sa më shumë. Kemë marr pjepër, edhe as sheqer, nuk fare. Kemë marr karota, kemë marr qep, limon e gjëra shumë të mira. Morëm gjithashtu edhe peshk, ta do ta pjek, do ta bëj tek air fryer në procesin e skarës. Më pëlqen shumë air fryer sepse nuk të mundon fare, për 10 minuta ka të procesin e skarës e del shumë mirë. Dje për darkë bëra qofte, edhe aty i poqa, dhe nuk i hodha fare vaj, edhe gatuan shpejt. Paktën, për 10 minuta e di që nuk bën jo të nxehre, jo kështu e kështu. Dua sugjeroj shumë mirë, nuk kam marrë këtë të Kosorit dhe më super pëlqen. Tani do laj shpejt peshkun dhe ta vendosim me 2-3 perime me kunguj ndoshta. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Përshëndetje, mirë se vini në një vlog të ri, jam gati duke qarë, se sa po bëra një budallik të madh. Çfarë ka ndodhur? Po kisha një problem këtu te kamera, dhe unë nuk marr fare vesh as në kamerat, as në kompjuterat, as në gjë, jam e paaftë për këtë gjë. Edhe gjithmonë shqetësoj Alvion, pa Alvi është në punë, edhe Alvia ka rënë rehat këto 2-3 muaj, sepse ka marrë ChatGPT Plus. Edhe shumë mirë, pagoj diku të 25 euro. Edhe çfarë ndodhi sot? Po i kisha një problem me kamerën dhe po dërgoja foto, edhe ai ma rregullon hap pas hap, i shtyp atë. Po bë një situata që tensionuar, sa zjati një orë, sa nuk po më gjente zgjidhje dhe aq shumë u bëra me nerva se doja që të nisja të bëja video dhe akoma nuk e kam rregulluar diçka një dritë këtu tek kamera, por nuk e dija prish punë ose ishte thjesht fiksimi im. Ose duhet të prisja Alvion të vinte të ma rregullonte. Por edhe forta është që unë kam plus dhe nuk më bllokon ndonjëherë mesazhet dhe më dha limit. Dhe më tha që duhet më shkruash pas disa orës sepse nuk më hapte më mesazhe, nuk më lejonte që t'i shkruaja. Dhe u acarova shumë se thash prit pak se unë e kam tani plus, edhe përse mund të më ndodh kjo gjë, ndoshta më ka mbaruar muaj abonimi dhe duhet që të abonohem përsëri. Edhe bëj aty, e shtyp që të marr, më doli pro, promocioni për të marr pron. Unë e kisha plus, po nuk e dija diferencën pro dhe plus. Edhe thash, më pas ka mbaruar, pas ka kaluar, se në datën 26 pas ka mbaruar. Edhe e bëra aty e shtypa, edhe më doli mua aty $250. Thashon, e ka shkuar të gabim ky api këtu, sa trash jam. Ka shkuar të gabim ky api këtu se kjo $25 është ku ka parë ky $250, edhe shtypa, okej. Edhe ishte aq e shpejt, edhe pastaj u hap ChatGPT-ja. E thash, po çfarë po ndodh tani? Edhe banka nuk më dha, domethënë as kod as një gjë që ta siguroja. Edhe kur më vjen mesazhi nga banka, ju sa më keni vërdorë 200.000 lekë. O zot, më iku truri. Edhe po bëj kështu si budallaqe, por realisht ndihem super budallaqe, ndihem
po ikën lekët, aq keq, edhe nuk dija çfarë të bëja, po dridhesha, edhe po dridhem akoma sepse nuk e kam gjetur zgjidhjen e këtij muhabeti. Edhe direkt i shkruaj ChatGPT dhe u hap ChatGPT tani. E kuptoni jo? Nga ajo që s'më kthente me përgjigje i thash ju më vodhët parat, më tha që ne nuk kemi lidhje, bën gjithë këtë Apple-i, nuk po justifikohej, dhe më tha që kjo gjë që të ka ndodhur është nuk duhet të ndodhë, prandaj duhet që ta anullosh direkt, edhe vajta aty tek apet e mia dhe bera aty se qa bera, ai ma tregoi se unë nuk marr vesh fare, edhe bëra një ankesë që e kisha bërë pa dashje pagesën dhe më erdhi një mesazh nga Apple dhe më tha që do shikohet kërkesa juaj për 48 orë. Edhe ma hoqit atë pronë, sepse unë e hoqe anullova, por tani të shoh me 90% do të mi kthej parat, 10% nuk do mi kthej. Ndihem ka shkeq, në mezi këtu lodhem duke punuar, duke bërë edhe të mikin lekët ashtu. Edhe nuk di ke të fajsoj veten time, të fajsoj Apple-in, të fajsoj ChatGPT. Edhe tani duhet të pres të ankesa që bëra, që duhet të pres 48 orë nëse do mi kthejnë lekët. Edhe ndërkohë doja që të plisja pak më suportin me chatin e Apple-it, por nuk suporton të fare në lokacionin që ishim në Shqipëri. Qas mund të kisha blerë me ato lekët? E bëni shumë kujdes, çfarë shtypni, domethënë gjitha ajo gjëja nuk ose vajta në ndonjë faqe tjetër, ndodhi tek faqja kryesore, tek chati që unë po diskutoja për kamerën tek ChatGPT-ja. Nice. Do t'ju them në qoftë se do më kthehen lekët, shpresoj shumë të më kthehen lekët sepse nuk jam pak. Janë kthyer lekët, jo nuk më janë kthyer, por do vazhdojmë që të ham bukë, se nuk do rri ashtu duke qarë. Dhe po bëj një supë me spinaq, që është hera ime e parë, e kam zgjer pak fare spinaqin, por nëse nuk e zgjeni nuk ka asgjë. Dhe kam marrë një tenxhere, kam hedhur vaj, kam skuqur vaj dhe qep, dhe pastaj kam hedhur dhe patate, i kam hedhur një nga ato kupat me kolagjen që kam për vetë me kockat, që leva te videoja e parë, që doli shumë e mirë. Edhe i kam hedhur dhe ujë, kam zgjerë derisa tani është, derisa të zjej patatja. Edhe tani do t'i hedhim pak spinaq, ose shumë spinaq, që jetë sa më shëndetshme. Edhe do t'a lë 3 minuta sa të marrë pak atë shijen, do t'a vendosim në blender. Nuk e di, nuk e kam provuar ndonjëherë, nuk do e bëj as me pana, sepse kam parë që gatuhet me pana këtë lloj supe për t'u trashur. Unë kam përdorur një patate të vogël. Se nëse nuk e dini, në Instagram e kam thënë, por po mbaj një dietë që po ha shumë shëndetshëm dhe nuk po ha fare bukë, fare sheqer. Fruta po jo sheqer të përpunuar, edhe shpresoj që të kem rezultat. Se më shkuajtë edhe 2-3 goca që kishin pasur shumë rezultat dhe kishin rënë 2-5 kg për shumë pak kohë, për më pak se një muaj. Unë tani nuk jam peshuar, e kam ditën e 4 sot, por e ndje vetën, shikoni barkun, nuk kam fare bark, edhe ndje vetën më mirë, më ndje shumë të çfryrë. What's it for?
much more than we've been told, way beyond what we can hold. So keep your eyes open for the things that really matter. Oh, you have to give it one more try, now that the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're running from, no one knows anymore. What's it for? What's it for? Oh no. Oh, dandelion, the strength that you've shown, stronger each year. Look how we hold on through the toughest of times. We still stand strong. Through pavement we will grow. Forever we will grow. Deep within your eyes, I found a home. The love that we share can never grow. In your gaze, the world looks bright. Forever by your side. This town is quiet, serene and wide. You keep me warm and safe at night. No matter the season, we always bloom, 'cause you light up the gloom. Oh, dandelion, the strength that you've shown. Hej, përshëndetje, kam dalë këtu në Tiranë, tek Tajvani, vendimi i preferuar pas liçenit. Edhe po të shlodhem, dhe jam kënaqur sot se vajta tek Una Farm kishim marrë produkte të reja që mezi po pres që ti provoj edhe unë. Gjithashtu hëngra dhe një ushqim të bollshëm, por të shëndetshëm, sepse jam në ditën e 5 të dietës. I was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But maybe then you came around. Yeah, you came around. No, Shikoni pak si më është bërë fustani fundi nga bicikleta. Unë që kisha në plan të shkoja tek Toptani, por kështu nuk shkoj dot, sepse jam bërë super pis. Të pak në rria afër bicikletës dhe justifikohem me atë që hey, më ka bërë bicikleta. Por shpresoj që të lahet edhe sa të ikë në shtëpi do ta vendos në lavatriçe, sepse më rria është bukur, e kam aq shumë qef sepse ka dhe material shumë të freskët. Edhe do mërzitesha në qoftë se nuk do t'i iknin njollat. Ndërkohë tani po çohem, po ikën në shtëpi dhe po kam nisur, po bëj 2 ditë që kam nisur librin e të Barda, sepse librin që kemi te klubi i librit, unë e përfundova para 3-4 ditësh. Dhe ishte shumë i bukur, por do t'ju flas në shtëpi për më shumë. now I cannot picture my life being without you. You're the center of my life. I know we can't predict the future. Baby, I won't lose you. You know that I will stick around. I will stick around. Tani sa po erdha në shtëpi dhe do ju tregoj shpejt e shpejt çfarë mora tek Una Farm.
Unë po bëj më shumë se një vit që produktet e skincare-it e të trupit I marr tek Una Farm dhe do ju të tregoj tani. Janë gjëra që unë I kam përdorur, si ky larsi, që është shumë ekonomik dhe është shumë I mirë. Vetëm një herë e kam marr, por më ka mbajtur 7 muaj sepse nuk mbaron dhe është shumë I mirë dhe me çmim super fantastik. Kishin këtë shampon që sapo kishte ardhur për të hequr nxjerrjen e trupit. Për trupin, ky përdoret direkt, do të thënë si bronzer, vendoset direkt dhe rezultati është për 1 sekond. Ta përdorim së bashku dhe do t'ju tregoj më shumë vitaminën C sepse më kishte mbaruar. Mora scrubin për trupin se më mbaroi. Edhe Ruçi që I shikon. Tek Una kishte ardhur kjo linja hungareze nga Nerds dhe unë mezi po pres që t'i përdor. Këtë lipin unë e përdora dhe më super pëlqeu sepse kishte shumë shkëlqim, edhe paketimi një herë është kaq I bukur, edhe kishin çmim shumë të mirë. Ecco il mio cuore, I'm giving you all my love. Sempre sarai tu il mio amore, my darling, my angel, my dove. If ever you would leave me, I think I would lay down and die. Oh, ecco il mio cuore. Now tell me your heart is mine. Come closer so that we can be together. Everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. We've earned it. Hej, përshëndetje nga dita tjetër. Unë tani po bëj pak skincare-in e fytyrës para dita. Gjithmonë e bëj në mëngjes, në darkë, ndonjëherë edhe harroj, edhe anashkaloj, por të mëngjesit nuk dal kur pas SPF dhe gjithmonë hidratos. Dhe ja, fytyra super shkëlqim, super bukur, edhe hera ime e parë që po përdor këto produkte nga Nerds, që I mora tek Una Farm, që është ky hidratuesi këtu, si porcelan fytyra. Në këtë kamerën që kam marrë unë nuk la asnjë parë pa treguar. Understand how you saw it coming. How bad we'll love you for it all. Yeah, we'll love you for it all.
It is hard to share my thoughts. Ooh, na na na. It's like cutting a wound in a bleeding heart. It gets me. But I know that you need it all. Ooh, na na na. Jo tash do flisja për librin Vajza e Pirenejve. Tash do t'ju bëj një përmbledhje të shkurtër të librit, sepse e kam lexuar për 2 ditë, është gati 500 faqe dhe më super pëlqen dhe ju a sugjeroj nëse kërkoni një libër me luftë. Dhe do ju lexoj një fjali që më pëlqeu shumë, është direkt në hyrje të librit dhe është: kam zbuluar se në dashuri zbulojmë se cilët dëshirojmë të jemi, ndërsa në luftë zbulojmë se cilët jemi në të vërtetë. Do jemi më mirë dhe po ju bëj një përmbledhje shumë të shkurtër të librit dhe nëse është në vibe-in tuaj, pse jo ta lexoni siç thash më përpara. Historia flet për 2 motra të cilat nuk kanë një marrëdhënie shumë të mirë me njëra tjetrën, të paktën këtë gjë ne kuptojmë që me hyrjen e librit. Është e vendosur në Francë, në Francën e pushtuar nga Gjermania, nga Hitleri, dhe ndjek fatin e 2 motrave, të cila jeta nuk është treguar bujare me këto të dyja. Kanë pasur një jetë shumë të vështirë, sidomos motra e vogël, Izabela, që është edhe heroina tek libri Vajza e Pirenejve. Madje është kjo vajza këto. Është një libër që flet për marrëdhënien me familjen, me potencialin që ke në kohë të vështira dhe gjëja më kryesore dhe më e bukur e librit është kontributi i madh që kanë dhënë femrat e gratë në luftën e dytë botërore. Ndoshta ne nuk i hasim kontributin e tyre në dokumenta historike apo në filma që shohim, shpesh trajtohet në lufta nëpërmjet fronteve dhe harrojmë kontributin e madh që kanë dhënë gratë. Dhe ky libër këtë tregon, është një libër feminist. Të gjitha gocat mund ta gjejnë veten tek libri, sepse në ditët e sotme vërtet nuk kemi luftë në Europë, po të paktën kemi ato sfidat tona që përballemi gjatë gjithë kohës dhe ndonjëherë në momentet më të vështira kuptojmë që ne kemi potencial që t'i kalojmë këto gjëra të vështira dhe të jemi shumë të forta, dhe për këtë flet edhe ky libër që ndonjëherë gratë të zakonshme bëhen shumë të forta në situata të jashtëzakonshme. Dhe si Izabela që kalon në malet e Pirenejve, ashtu duhet të kalojmë edhe në këto sfidat e përditshme apo dhe sfidat që janë vërtet sfiduese në jetën tonë. Edhe kaq po ju them për librin, dhe e di që do më pyesni reja ka romanc, po libri ka romanc, sepse te pa romanc nuk shtyhet, është pak historik, është misterioz, mund të themi që është mister, por është edhe ka të romancën që e bën shumë bukur. Mbarova librin për 2 ditë, e kam mbaruar në orën 2 të natës dhe vetëm qaja, dhe nëse doni një libër që të qani, por prap nuk është se qan shumë nga hidërimi, qan ndonjëherë thash nga forca që ka gruaja. Edhe ju a sugjeroj me zemër sepse është vërtet shumë i bukur dhe jam e sigurt që do t'ju pëlqejë. Never been so strong with anyone. Never been this sure I found the one. Never felt this safe with anyone. Finally found a place where I belong. But now I wonder what is wrong. What's on your troubled mind? There's one thing I want you to know.
bërë quinoa me perime dhe me karkaleca. Si perime kam përdorur karrotë, linoqe të bardhë, edhe mund të përdorni edhe qep të kuqe, mua thjesht nuk më bën mirë, dhe avokado, gjithashtu kam skuqur karkalecat, edhe quinoa që e kam nxjerr me raportin 1:2, domethënë 1 kup me quinoa dhe 2 kupa me ujë. Tani do ju tregoj disa gjëra që mora në Gjermani, sepse mua më erdhën pakot nga Gjermania, mi tregoj Ersi, prandaj më kanë ardhur gjithë këto gjëra të bukura. Edhe do t'ju tregoj këto që bleva tek Primark Home. Shikoni sa të bukura që janë super vibe veror. Edhe t'i hapim. Sa bukur, edhe i kam paketuar kështu. I kam palosur. Këto kushtuan jo sa shë kësaj. Më duket se diku te 6 euro ishin. Edhe janë pece. Shikoni sa të bukura. Megafore. Dhe t'i vendos aty tek sofa. Një është e kuqe, kurse kjo është më bukura nga gjitha, t'jep këtë vibin e Dolce Gabbanës. Wow, sa bukur. Pastaj mora këto tek Reserve. Është një brand që mua më super pëlqen, nëse jeni shkoni jashtë ose jetoni, unë dhe bluzat i ka pambukën shumë të mirë, por gjithashtu edhe pupat, sepse kam marrë një par të tjera, këto i kam përfituar me ulje, 30 euro, nuk e di sa ka qenë çmimi edhe Star, por janë këto. Shkoni sa të bukura që janë. I adhuroj këto balerinat për t'i veshur tani. Në verë më pëlqen shumë edhe kjo lidhja këtu, që kanë shumë të bukur. Dhe gjëra të tjera, por më janë bërë muj me pjarët që më kanë ardhur, edhe prandaj nuk di çfarë kam blerë, çfarë më kanë sjell. Pastaj bleva dhe këtë çantën Sony, këtë e kam marrë 50 euro, edhe sot e mora për kamerën. Sa po kisha blerë kamerën e re, dhe tash e meriton një çantë Sony kamera, por ndërkohë kisha një çantë në shtëpi Canon, që është më e vogël, i rinte shumë mirë dhe këtë e kam blerë kohë. Po nejse, se duart, po të shkosh për udhëtime, e fut këtu edhe DJI, e fut në gjitha së bashku, ke këto xhepat kështu, për vendosur karta e kështu. Gjërë, çantë profesioni me pak fjalë, është kjo, është kështu që të mbahet kamera sa më mirë brenda dhe mos të dëmtohet. Edhe, si është të brenda, është po normale, mund të kisha gjetë diçka tjetër, po thash po marr firmës së vet, që ka Sony edhe rim rahat. Ndërkohë kemi këtë kartonin këtu që kemi me PR box, lot gjëra të bukura që do t'i hapim, do t'i vendos në përvarse, disa do t'i vendos për flar, edhe kështu. Sa gjëra të bukura që më kanë ardhur këtë herë nga brandet, por ju ftoj që të shikoni në Instagram, sepse i kam për në Instagram, nuk i kam për në YouTube, por unë do të tregoj dhe disa prej tyre këtu. Ky fustan e njerë është adhurim, shumë i bukur. Vetëm pres të shkoj në Greqi me pushime verore, që të mund t'i vesh. Ja një gjë tjetër që kam bler, se më solli herë si gjërat, prandaj është kjo, është edhe një çantë tjetër. Edhe gjithmonë mi ço me pati travel, janë shumë të mirë, janë korrekt. Edhe t'i sjellin për 2 ditë gjërat, nuk t'i vonojnë kur, janë super të sakt. Edhe kam marrë edhe këto pantallonat që i kam marrë për 26 euro tek Reserve prap, janë kështu bermuda, janë të shkurtë, gjatësia e atyre mbi gjuhë. Edhe kanë këtë ngjyrën shumë të bukur, bezh, më rinin mirë, kanë edhe rip kaf, ripin e kam vendosur me thënë të drejtën, kurse këto më kishin ngelur në Gjermani edhe mi që Ersi. Nuk e di çfarë, po, kam marrë këtë bluzën tek Primarku, më pëlqejnë, bleva ato tutat me vija që kisha veshur në fillim të vlogut, ishin super të mira dhe pambuku, po tek Primark.
Edhe kam marrë këto regjipetat, janë kështu. Si po i tregojmë ne këtu, po është kështu si kanë atë tjerë si krop i vogël. Është kjo me shorts, me bokse të mëdha, tamam që mund të vishen poshtë fustaneve dhe mos të kemi siklet në qoftë se na ngrihet fustani në ajra. On a street in San Marino, beneath the moonlit sky, the tears from her eyes, they came without warning, as I held her in my arms, afraid to drown in memories, the flickering light cast shadows on the concrete. Tani lash për gjysmë domën sepse më nisi telenovela që shikoj, Bukuroshja pa fat që jepet tek Novelas. Edhe nuk e di, unë nuk mësohem dot me seriale dhe telenovela turke. Më ka ngelur akoma shpirti tek telenovelat spanjolle, madje I shikoj dhe në YouTube. Ja adhuroj. Çfarë do më ndodhte deri në datën 28 që do më vinte ai njoftimi nga Apple-i për ChatGPT-n, edhe kam pranuar kërkesën, që kështu më kanë thënë që do më kthejnë lekët, më ka ardhur te ajo e faturës sot më erdhi, edhe jam lumturuar, po derisa të shikoj lekët e mia tek llogaria ime bankare, atëherë do ta besoj dhe atëherë do lumturohem, se kam frikë mos trishtohem. Edhe kështu lumturohem kot. Por gjithashtu dhe ChatGPT Pro u anullua, kam atë ChatGPT-n e thjeshtë që kanë gjithë njerëzit, edhe nuk e di nëse do bëj plusin prap, por një gjë është e sigurt, Pron mos e bëni sepse e forta është që nuk ka asnjë ndryshim nga të tjerat, edhe shqyr Zotit që ma pranuan kërkesën që nuk e doja, dhe këtu në fund të vlogut kemi një lajm të mirë sepse e nisëm shumë keq, sepse unë ndjeva shumë keq nga veprimi që bëra, po plus e konsiderova fiks fare, sikur të mi vinë lekët. Po, thoj mendja ime këtu, po jo, edhe unë e kisha një si mund të blija të kaloja të blija një tjetër. Tani jo. Edhe kështu, rëndësi ka që të më kthejnë paratë e mia. Nisi dhe po shikoj telenovelën këtu. Don Aquiles Barraza.